që na shqetëson është jo vetëm pashpirtësia që është materializuar në sjelljen e paligjshme të Edi Ramës, karshi këtyre burrave, grave, kryefamiljarëve, si përfaqësues të mbi 8.000 bashkëqytetarëve tanë, por edhe vazhdimi i kësaj pashpirtësie në formën e shurdhërisë, arrogancës, përbuzjes për fatin e bashkëqytetarëve. Deri në këtë moment, siç keni parë, këtu ka patur një prani pothuajse të përhershme të qytetarëve, por edhe të opozitës, por akoma asnjë zyrtar i vetëm nuk ka treguar asnjë shenjë, do thoja një zirliku për të ardhur, për të interesuar se çfarë po ndodh mes Tiranës, 30 metra nga drejtarja e kryeministrit. Kjo është një grevë njerëzore, nuk është një grevë politike. Po të ishte grevë politike, mund të bësh ndryshe hesapet. Është një grevë njerëzore, bashkëqytetarë që kanë hallet e tyre personale, familjare dhe natyrisht paraqesin një zë për, siç e thash, mbi 8.000 qytetarë shqiptar, burra, gra, të rinj, të reja, disa prej tyre familjarë, disa prej tyre beqarë që papritur janë gjendur në mes të rrugëve pa asnjë shpjegim, në kundërshtim me ligjin,